Mi mbrëma Kozeta, mi mbrëma miq të Tatoki. Ja ku takohemi edhe një herë sonte për një supernatë shumë bukur. Se kështu kanë qenë të gjitha, që nga e para që nisi në datën 21 dhe një maraton fantastike që po e vazhdojmë unë edhe Noela, me Kartolina pafund të marra jo vetëm në Shkodër, por një reze gjeografike shumë të mira dhe të veçantë. Edhe kalojmë nga një personazh, teksa teleshikuesi futen në mendimin, ne menjëherë i sugjerojmë diçka tjetër dhe ka përcen mendimi nga një anë në anën tjetër. Dek, bukur fare. Më pëlqen shumë ky emision edhe jam dashuruar tepër me të. Tani, e hapim natën e sotme me diçka vërtet shumë interesante. Me filatelin. Me filatelin. Tani do thoni ju, çfarë do na thoni? Filatelia është të gjithë ata që janë të apasionuar pas koleksionimit të pullave. Për shembull, ata që janë në 50 vjeç, e kanë pasur modë që në 9 vjeçare. Dikur, po, mi grumbullonin. Po, që thash edhe moshën tani me këtë rast, ka kupton? Po nuk ka problem, po e di, se ka kuptuar, nuk i del matematika, është se që duhet. Jo, nuk ju dali, fare. Ashtë dhe bravo. Ati që thua ti, Noela, dhe që po e thoja unë, bëj fjalë për pullat shqiptare. Pullat shqiptare ata njerëz që i koleksionojnë. Lorenz Kaçulini është një personazh që ne kemi pasur para disa viteve në emision në Arom Shkodër dhe unë një telefonat Lorenzit merr prap një ide shumë e bukur. A kemi ne pulla shqiptare që përkasin festave të fund vitit, Krishtlindjes apo vitit të ri? Vërtet, sa ide bukur, s'më të shkuar ndonjëherë mendja deri këtu. A kemi ne pulla? Po si të duket ty kur them unë që s'kemi fare pulla shqiptare, as para 90-s dhe as pas viteve 90. S'ka me pulla shqiptare, s'ka fare. Unë mendoj se ti po tallesh me mua. Jo, me e kam shumë seriozisht. S'kemi pulla për vitin e ri? Se unë jam shumë i sigurt do thuash ti, po tani kë pyeti ti zotin Lorenz Kaçulini, po ka që 14 vjeç. Ai është shumë i apasionuar, shkon te posa dhe merr emision quhet gjithë pjesa ku vendosen pullat e sapo dala të reja dhe posta vetë dinë ekzistencën e këtyre filatelistëve të cilët shkojnë vazhdimisht dhe i kërkojnë dhe i bëjnë gati, ju e japin. Pra ky është një person shumë i rregullt që shkon në postë dhe i merr sa herë që ka prodhime të reja. Sa interesante. Para 90-s, pas 90-s asnjë pull shqiptare? Shumë e çuditshme dhe për të ardhur keq për ta. Po, pra, po, nuk u ktheva bosh. Çfarë more? Ishin disa. Jo, me aty i lash se kishte koleksion. Çfarë more me video? Me video. Po me filmim mi vajz. Po shumë mo, do të tregoj për një ishull, kaq të izoluar me 250 banor, që nëse ti disponon ndonjë pull të atij ishulli, ti fiton 10.000 euro. Vetëm për një pull. Kaq të rralla ishin për atë ishull. Lorenz Kaçulini, të përshëndesim të nga studioja. Faleminderit more zotni që na e bëre të qartë për ne, për gjithë teleshikuesit që pas kemi edhe pulla kaq të kushtueshme, po është një informacion shumë i plot që jep zoti Lorenz. Ndjekim reportazhin. Dëshira juaj si koleksionisti i pullave? Si koleksion kam fillu që në moshën 14 vjeçare, kam pas kojshi filatelistë e mirënjohën Kolgjinaj, i cili më futi në filateli, që atëherë fillova domethënë me nga posta shqiptare u regjistrova dhe fillova me marr koleksionet emisionet e pullave që nxjerrte posta deri domethënë ka 50-60 vjet që merrem me këtë dhe pothuajse koleksionin e shqiptarëve e kam të plot, si me pulla, si me bloqe, si me FDC, që janë zarfat e ditës parë të prodhimin. Gjithashtu kam pasur një korrespondencë me një mik tem në Angli, i cili edhe ai, domthonë kam shkëmbyer me të, pas viteve 90. Në fillim në kohën e periudhës komunizmit, unë kam pasur korrespondencë me një bolivian që më dha Kolgjinaj atëherë, i cili kishte shumë dëshirë për pullat shqiptare dhe më shkruante një nga letrat e tij që unë kam një vajzë thotë atëherë 16 vjeçe, unë isha 14, edhe emri i saj është Albania. Ai ka vdek tash se ishte i vjetër, edhe kam vazhduar me atë gjatë periudhës komunizmit, në çotet bolivist, Amerikës Latine,
e tjerë, unë i qosha një seri të pullave shqiptare. Është një përllogaritje e sa shkon koleksioni, sa pulla mund të kesh gjithsej me përafërsi. Unë nuk e di si numër, sepse pullat nuk vlerësohen me numrin e tyne, më kupton? Janë emisione, por unë nuk i kam numëru, por nuk di që më të thënë, i kam që nga 1913 me zarfin e parë, që ka dalë domethënë, me emisionin e tretë, pastaj më 4-6 emisionet e para të qeverisë Ismail Qemalit, ku ministër i postave ishte Lefnosi, dhe më i kam vazhdu gjatë kohës partisë edhe mas demokracisë, domethënë edhe vazhdoj edhe tash në post seri që dalin, jo më pak se. Po, ka në post ende që dalin, domethënë, sepse njerëzit nuk paraqojnë më letra, po vetëm dokumente kur çojnë. Letrat, po filatelistat i marrin, posta nxjerr. Pra, posta e ka pullën e Posta e ka pullën për nxjerr pullën, nxjerr edhe zarfin e ditës parë që quhet FTC, Thursday Cover. Edhe vazhdimisht nxjerrin, por pak të kufizume janë tash. Ka ato përdorimin e dikurshëm dhe interesin e ja, dikurshëm. nuk e ka atë ashtu është e vërtet, domethënë aty delshin 2-13 seri në vit delshin edhe më shumë. Dhe se tani sa seri dalin në vit? Tash dalin 4-5, nuk dalin mend. Ne kemi ardhur sot këtu me një kërkesë specifike. Do donim të shikonim nëse ju dispononi ndonjë pullë shqiptare që i përket të Krishtlindjes apo vitit të ri. A ke? Fatkeqësisht, jo se unë nuk kam, po posta shqiptare asnjëherë nuk kanë nxjerr emisione filatelike për Krishtlindjet edhe për vitin e ri. As periudhën e Zogut, as periudhën e komunizmit jo, më kupton? Edhe për çudi këto 35 vjet që kanë dalë emisione të ndryshme, asnjë emision nuk ka pas domethënë tematikën Krishtlindjet edhe vitin e ri. Kështu që pulla shqiptare për Krishtlindje dhe për vit të ri nuk janë, nuk ka. Pra kur s'ka masun. Por të huja ka, domethënë. Do kemi mundësi që në koleksionin tuaj të shikojmë, të shohim kurreshtjen. Ne sipas kemi pasur dhe po na vjen shumë keq, por nëse bota ka pasur, çfarë dispononi ju prej tyre? Po, siç ju thash, unë kam pasur korrespondencë me filatelike me një mik angles, pa të ftuar në Angli, pa thënë gati një muaj. Ai më çote vazhdimisht, më ka çu pulla të Mbretërisë së Bashkuar edhe të kolonive, ish kolonive britanike. Aty unë nga koleksioni im që i kam domethënë për pullat e jashtme të huaja, kam gjetë disa emisione të cilat ishin të dedikuar për apasafat për Krishtlindjet. Kam gjetë një 5 emisione të Mbretërisë së Bashkuar, edhe një 5 tjera të ishujve, janë pak interesante ato ishuj të vegjël që bajnë pjesë domethënë në Mbretërinë e Bashkuar, ndonjë që edhe ka fituar pavarësinë, që të po i shohim me radhë. Dhe po i paraqes këtu, domethënë. Po, me shumë kënaqësi do i ndjekim, duke filluar nga e para. E para është? E para është Christmas Angels, domethënë angjëllet e Krishtlindjeve. Është një seri prej 5 pullash, janë në stilin modern, të paraqitura këtu, edhe ka dhe vitin 1998. Christmas Cockers. Në Shqip nuk përthehet, po është një traditë britanike e Krishtlindjeve kjo. Kuptimi në Shqip është kapsole ose tubza, fejsash, janë objekte dekorative prej letre, duken si karamele të mëdha, hapen duke i tërhequr nga 2 persona, bëjnë një zë krak. Brenda ka një kapele letër, një shaka ose një lodër. Pra, nuk janë ushqim dhe nuk janë fishek zjarre, por një element tradicional argëtues në darkën e Krishtlindjeve në Britani dhe në vendet e anglisht folse. Kjo seri është prej 5 pullash, edhe është i përket Mbretërisë së Bashkuar, domethënë emision që ka dalë nga vitin që ka është 1997. Tjetra është Christmas Robins. Zosh Robin të Krishtlindjeve, ose quhet zakonisht robinët e Krishtlindjeve, është një zog i vogël i kuqës. Kuptimi i plotë është kuquset e Krishtlindjeve. Pse lidhet me Krishtlindjet kjo tash? Në kulturën britanike, robinët janë simbol tradicional i Krishtlindjeve dhe shfaqen shpesh në kartolina festive, në dekorime, në libra dhe këngë. Kjo lidhet me besutni dhe histori të vjetra, ku robinët shihen si zogj miqësor dhe shenjë gëzimi dimëror. Po kënaqemi edhe me informacionin. Faleminderit. Shumë bukur, bravo. Emisioni ja sqarojmë se njerëzit e lidhin fjalën emision me emisione televizive. Jo, emision ne quajmë kur del emisioni i pullave, emision filatelik. Seri. Seri, seri, dakor. Kjo është një seri prej 5 pullash,
e vitit 1994, shkon të Christmas 1994, që ka dalë, ka pamjet të ndryshme këtu, 5 pullat kanë pamjet të ndryshme të Krishtlindjeve. Viti i kësaj? Viti i kësaj është 1994. Dhe fundit britanike që kam gjetur, është edhe kjo, Christmas, kjo është e vitit 1996, edhe kjo me 5 pulla të ndryshme, me pamje të ndryshme, me rastin e festave të Krishtlindjeve, pra ka dalë një seri me rastin e Krishtlindjeve nga Britania e Madhe. Tash përveç këtyne, unë kam gjetë edhe disa seri të tjera, si është kjo për shembull e Australisë. Christmas 1986. Një seri shumë e bukur e Australisë, e cila ka dalë me rastin e Krishtlindjeve, thash edhe vitin 1986. Australia ban pjesë në Commonwealthin Britanik. Pra janë shtetet si Kanadaja, Australia që bajnë pjesë në Commonwealthin Britanik, këto si kryetar shteti kanë mbretëreshin ose mbretin e Anglisë, kurse qeveritë kanë tyne, pastaj janë shtetet pambaruna, po. Pulla për Krishtlindje të disha ishujve, si është ishulli Niue, ishulli është një ishull në oqeanin paqësor jugor, është pjesë e Zelandës së Re, ka një sipërfaqe 260 km2 dhe i popullsi prej 2100 banorësh, edhe kanë nxjerrë këto, kam gjetë një seri. Shumë të rralla, këto shumë veçante. 60 cent plus 5 cent, thot këtu, nuk e di, është. Okej. Dhe kjo është ma... Shumë interesante. Po, të njëjtit ishull. Thash ishull Niue, është pjesë e Zelandës së Re, nëse janë paqësor, me i popullsi prej 2100 banorësh. Po. Përveç kësaj, kam gjetë edhe 2 seri të ishullit Bahamas. Bahamasi janë 2 bloqe, kjo është i pari. Bahamasi në vitin deri në 1972, nga kanë pjesë e kolonie Britanisë, ka fitu pambarësinë. Ishu u zbulu nga Kristofor Kolombi, domethënë atëherë ishu për herë të parë. Në 73-shin u shpalli pambarun, ban pjesë në Commonwealthin Britanik, gjendet midis Floridës dhe Kubës, të gjuhë i Meksikës jashtë, në Kubës. Ka i sipërfaqe prej 14.000 km2 dhe popullsi prej 413.000 banorësh. Është shteti i pambarun, edhe kanë nxjerrë këtë seri, domethënë këtë blok, më mirë me thënë, dhe blok quhet ky, të vitit 1974. Wow, asa kur linda unë pas kanë. Ashtu. Po kështu ka edhe një blok tjetër, po Bahamasi, në 1972-shin, pak më i vjetër ky, po me rastin e Krishtlindjeve, edhe kjo shkruan Christmas, edhe Bahamas, thash shteti i pambarur sot, që gjendet midis në gjuhën e Meksikës, midis Floridës edhe Kubës. Edhe e fundit që kam gjetë, që është edhe më interesante, Tristan da Cunha. Ky është një blok me 9 pulla, me pamje të ndryshme, të vitit 1980. Ky është ishull me sipërfaqe 201 km2 dhe me popullsi rreth 250 banor. Një ishull shumë i vogël, është ishulli më në fund botës, si më thënë, apo thënë jug të Afrikës, domethënë. Pjesë e territorit Britanisë Madhe, disa detaje thash, pranohet në Oqeanin Atlantik Jugor, konsiderohet ishull më i izoluar banuar në botë. Nuk ka shtet i pambarë, thash, domethënë ka administratë lokale, por varet nga Britania e Madhe. Ka marrë emrin nga lundërtari portugez Tristan da Cunha, që e ka zbuluar për herë të parë. Banorët vinë nga vetëm 7 familje fillestare këtu, nga britanike, skoceze, holandeze, italiane, afrikane. Dhe për këtë arsye komuniteti është shumë i lidhur. Nuk ka aeroport, arrihet vetëm me anije, udhëtimi zgjat 5-7 ditë nga Afrika e Jugut, anije vjen vetëm disa herë në vit. Ndër burimet kryesore të ekonomisë janë edhe koleksionet, pullat postare, shumë të kërkuar nga koleksionistët. Kjo lidhet edhe me interesin për pullat që kanë. Këtu, sidomos, kjo është ishull vulkanik. Në vitin 1961 shpërtheu vulkani, banorët u evakuan në Britani, u kthyn mes disa vitesh se nuk donin të largohesh nga ishulli. Për këtë arsye, domethënë, këto pulla janë shumë të rralla se një pjesë u damtune atëherë kur u shpërthye ajo. Para vitit 1952, ishulli nuk kishte pullat veta, përdorte pullat britanike, angleze, domethënë.
ku në letra shënoj me Tristan da Cunha ose pa pagesë postare atë. Këto zarfa sot janë jashtëzakonisht të rrallë, edhe kanë vlera që shkojnë deri 1000 sterlina që që nuk gjimen. Kurse pullat e reja, si është kjo, shkojnë deri 20-30 sterlina. Dë vjetrat shkojnë 50 dhe 300 euro, zarfet e qarkulluara para 52-shit dhe gjatë vitit 61 që u nolli shpërtimeve, mund të shkojnë në qindra apo mijëra euro. Janë shumë të dëshirume se bashkojnë izolimin ekstrem, histori njerëzore, bukuritë natyrore, prodhimin e kufizum të tyne. Një pull nga Tristan da Cunha thotë është si të kesh një copë nga vendi më i largët i banuar në botë. Wow. Kaq kisha unë për këto emisionin. Unë të përgëzoj shumë, Bobo, sa na ke habitur edhe me përshkrimin e tyre. Unë uroj që të bëhet ndonjëherë në një emision për pullat, sepse rolin e gazetarit e bëni mjaft mirë. Shumë faleminderit për intervistën. Shumë një uri për të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen për shëndet e Krishtlindjen edhe vitin e ri gjithë shqiptarëve, brenda vendit edhe jashtë kudo që janë. Faleminderit shumë, gëzuar dhe ju. Shumë vjet bashkë.